Atmosfera festive ka nisur mbrëmjen e 6 dhjetorit edhe në qytetin e Lushnjës. Në sheshin qendror të qytetit u ndezën drita dekorative të pemës së Krishtlindjes në një ceremoni të mbushur me gëzim dhe emocion. Në këtë aktivitet morën pjesë të dhjetra fëmijë, qytetarë të shumtë si dhe kryetaria e bashkisë zonja Eriselda Sefa. Fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve e gjallëruan atmosferën me këngë festive, duke i dhënë ngjyra të vërteta kësaj mbrëmjeje të veçantë. E rrethuar nga fëmijët, kryebashkiaja Sefa uroi të gjithë qytetarët e Lushnjës për festat, duke shprehur dëshirën për më shumë harmoni e gëzim në komunitet. Dritat shëngjyrëshe të pemës u ndezën në orën 17 duke shndërruar sheshin në një spektakël ndriçimi dhe ngrohtësie. Pema e Krishtlindjes këtë vit u prezantua më e bukur se kurrë më parë, me drita të shëndritshme që krijuan një ndjesi gëzimi dhe bashkimi, veçanërisht për më të vegjëlit. Në fund të aktivitetit, kryebashkiaja Eriselda Sefa dha mesazhin dhe urimin e saj për muajin e festave. Tashmë është bërë një traditë e bukur në qytetin tonë që çdo datë 6 dhjetor në këtë atmosferë festive, bashkë me fëmijët dhe qytetarët e Lushnjës, ne ndezim pemën dhe i urojmë të gjithë qytetarëve festa të gëzuar, begati, lumturi, paqe në familjet e çdo qytetari lushnjar, gëzuar.